Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar bashkarisht edhe për të folur rreth ngjarjes më të madhe që do të ndodhë sonte. Unë nuk e quaj një reality show, unë e quaj një ngjarje, sepse po punohet me një intensitet, po punohet me aq dashuri, në fakt është punuar, saqë deri sonte në orën 21, Ferma VIP do të shënoj nismën e një rrugtimit me shumë emocione, përfshirë këtu një ambient gjigant. Realisht, ato fermerët të cilët kanë qenë vitet e kaluara, jam shumë i bindur që do të ndjehen shumë xhelos me këtë ambient që Eduardi dhe Arbana Osmani kanë krijuar këtë vit. Çfarë kam arritur unë të kuptoj deri më tani? Kjo është pyetja që më së shumti më bëhet. Tiron, çfarë ke kuptuar? Kam kuptuar që ferma, ambienti ku banorët, fermerët do të jetojnë, nuk do të jetë si vitin e kaluar një shtëpi me drasa, me krevate të thjeshta, me një kuzhinë të thjeshtë dhe me një ambient të thjeshtë pa kualitet të mirë. Do të thënë, këtë vit kemi të bëjmë me një shtëpi. Do të thënë, Arbana dhe Eduardi kanë ndërtuar një shtëpi gjigande ku do të ketë 22 fermer. Do të thënë 22 fermer do të jenë brenda kësaj shtëpie, 22 shtretër, 22 karike buke, divane gjigande, një shtëpi me ngjyra ferme, luksoze dhe tepër dinjitoze. Do të thënë, në shtëpi e ndërtuar nga zero, që në këtë rast ka marrë përsipër të bëjë Eduardi. Shtëpia ka ngjyra të ëmbla, ngjyra tërheqëse, janë ngjyra që i afrohen fermës, nuk do të ketë më shtëpi të vogla siç ishin në viteve të kaluara, shtëpia Agajit, shtëpia e dënimit e tjerë, nuk do të ketë gjëra të këtilla. Do të thënë, është një shtëpi gjigande, aty ku do të rinë fermerët, aty ku do të kalojnë kohën, aty ku do të kenë debatet, aty ku do të kenë sfidat, aty ku do të kenë diskutimet. Do të thënë, ndryshe nga vitet e kaluara që ishte e bazuar koha më së shumti në punët e fermës, këtë vit do me thënë është më pak në punët e fermës, më së shumti e bazuar në debate, në diskutime, në momente qoftë edhe intime brenda asaj shtëpie. Do me thënë, do të ketë shumë viralitet, do të ketë shumë momente interesante që do të tërheqin shqiptarët 24/7 për ekrani. Arbana Osmani në këndin e moderatores do të jetë në një studio krejtësisht ndryshe. Nuk është më studioja që ne kemi parë vitet e kaluara. Do të jetë një studio krejtësisht një studio e re. Do me thënë, Arbana do të ketë rolin e kryeplakut. Arbana do të ketë rolin e moderatores, Arbana do të ketë superfuqin. Dhe në anën tjetër, Eduard Grishaj do të jetë regjizori, dhe Eduardi do të jetë njeriu i cili do t'i qëndrojë Arbanës jashtëzakonisht në krah në këtë format. Tani, kush janë fermerët që do të jenë pjesë e shtëpisë? Do me thënë, bëhet fjalë për Jonida Maliqin, bëhet fjalë për Soni Malaj, bëhet fjalë për Elvis Pupa, bëhet fjalë për Mimo Uzameti, Sara Karaj, Romi Irzalla dhe një numër goxha i madh i fermerëve. Do me thënë, këto fermerë që do të jenë këtë vit, do të kenë fatin gjigant që janë pjesë e asaj shtëpie. Sonte në orën 21 do të nisën transmetimi 24/7, i cili do të jetë i fokusuar në tring në 2 kanalet, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2. Do të thënë, të cilat janë special për këtë punë. Nga ana tjetër, çdo të hënë edhe çdo të premte do të jetë premiera e fermës apo do të jetë prime i fermës, ku normalisht do të ketë fermerët e cilët do të lënë edhe fermën. Do të thënë, është një projekt gjigant i cili pritet që rrugtimin e tij ta nisë sonte me shumë dashuri. Arbana është shumë entuziaste, por i kthehet pas 2 vite pauzë në këtë drejtim, në këtë format. Fermer do të jetë zëri më i bukur në botë, në fakt, që ne do ta dëgjojmë sot, dhe besoj që
Arbana së bashku me gjithë stafin do të korin një sukses të jashtëzakonshëm. Çfarë fustani do të ketë sonte? Do të jetë një fustan glamur, i gjatë, ashtu siç në fakt e do një nismë glamur siç nisën emisioni Ferma VIP 3.